Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mes ditën e kësaj të shtunën në lagjen 14 në Korç, ku një e mitur është hedhur nga kati i tretë i një pallati. Aktualisht ajo ndodhet në Spitalin e Korçës në kujdesin e mjekëve. Nëna me 4 fëmijë ka denoncuar kështu dhunën dhe bullizimin e vazhdueshëm ndaj vajzave të saj në këtë lagje. Sipas saj, vajzat janë goditur disa herë nga bashkëmoshatarët, ndërsa ajo vetë është përplasur fizikisht dhe është shoqëruar në polici. Burrin e kam në burg për dhunë në familje, kam 4 fëmijë, erdha në këtë shtëpi nga Barmashi i Kolonjës dhe u vendosa në lagjen 14 të Korçës. Vajzën e madhe ma kanë rrahur edhe vajzën e dytë, po shtohen bullizimet. Para 2 ditësh e ka goditur çupën një vajzë në Kuriz. I thash asaj që ma goditi të mos e bezdis më vajzën time. Sot prap i vajti çupës ta godiste. Më goditi dhe mua në stomak dhe mua pastaj më morën në polici. Kur isha unë polici, çupa u hodh nga kati i tretë i pallatit. U hodh se tallnin fëmijët në lagje. I thoshin që mamin ta morën në polici, jeni fshatare. Nëna e saj ka bërë deklaratën e fortë jashtë kamerave, kur ka treguar se të bien e kanë rrahur dhe bulizuar banorët në lagje.